Përshëndetje, kjo ishte dreka ime për sot, salmoni pjekur në furrë, shpargujnë të tiganisur, pak oriz, avokado dhe kur thoteli që ta hash me sy. Pastrojmë shpargujt, kjo është një vakt shumë e shpejt për ta përgatitur dhe e shëndetshme. I pastrojmë në këtë mënyrë, salmonin e kisha fut një natë para marinim, një me domate dhe me borzilok dhe një me borziloke me vaj ulliri. Në një tenxhere pa krip, japim një valë shpargujve, 3-4 minuta jo më shumë, i nxjerrim dhe i vendosim në digan. Bishat e shpargujve japim një valë, këtu është gjalpi, unë i preferoj me gjalp, pak piper dhe asnjë gjë tjetër. Bishat e shpargujve, thash për mos i çuar dëm edhe lëngun e shpargujve, përgatita pak oriz, thjesht për ta shoqëruar në vend të bukës. Jo se mos filloni e kritikoni se kam bërë pilav koti, po vetëm thjesht me që ishte lëngu vegetal, thash po e përgatis këtë orizin. Salmoni në furrë e futa e poqa për 15-20 minuta me 200 gradë. Ky është rezultati, lezetosa pak me madenos të freskët, me pak lëng limoni. Kjo është momenti që mua më pëlqen më shumë. Hedhi me pak oriz, si për orizit pak piper, mua më pëlqen shumë piperi si që keni parë, një avokado, pak limon sipër, pak vaj ulliri dhe pak piper. Edhe kjo ishte dreka ime për sot. Ju uroj gjithë mirë dhe mirupafshim.